Premtimet e tij për paqe në Ukrainë dhe në Lindjen e Mesme nuk shkuan ashtu siç kishte premtuar më herët, se me ardhjen e tij në pushtet do të ndodhen shumë shpejt paqja në këto vende. Rikthimi i presidentit të SBA-s Donald Trump që t'i nxjisë negociatat dhe hapa drejt një marrëveshje të mundshme në mes të Serbisë dhe Kosovës, do të ishte një kthesë e madhe për të dyja palët, kur dihet se këto dy vende, edhe mbas 25 vjeteve të ndërprerjes së luftës në mes tyre, nuk kanë akoma një shëndrueshmëri paqësore dhe marrëdhënie të mira ndërfshinësore, dhe duke mos e njohur njëra tjetrën, deklaroi ai. Megjithatë, prequ shpreh skeptik se pa SBA-n mund të ndodhë shpejt një marrëveshje mes dy palëve, pasi që potencoi faktin se shteti serb vazhdon me politikat e saj agresore. Për këtë e vlerësoi si të domosdoshme përfshirjen e Trump dhe duhet patjetër t'i besojnë politikave të tij. Serbinë, kryeneqe dhe agresore të një regjimi të pandryshuar nga e kaluara, do të ishte vështirë të arrijë ndonjë rezultat i mundshëm që përmes negociatave të realizohet në një marrëveshje ndërfshinësore, ku Serbia nuk i implementon dhe zbaton në praktik marrëveshjet e tilla. Siç e njohim këtë vend me iniciativat e kaluara dhe me ndërmjetësimin e BE-s. Prandaj, për krimin e stabilitetit dhe ambienti paqësor në mes këtyre dy vendeve, duhet i besojnë politikës amerikane dhe tani presidenti Trump, i cili duket se problemin e neglizhuar deri më tani në mes këtyre dy vendeve, tani e ka futur në agjendën e vet. Vetëm politika dhe fuqia e SBA-ve, Serbinë do ta fuste në binar dhe mund ta kthejë këtu. Bëhet fjalë për një shfaqje të skajshme të asaj që ne do ta quajmë marrëveshje paqësore apo të detyrueshme, sepse Serbia është e njëjtë. Për disa si Putinin dhe Rusin, e ka latë dhe zotin e saj, nënvizoi ai. Tutje, ai nuk u pajtua me deklaratën e profesorit Kupshan, pasi tha se është shumë e nevojshme që Trump të përfshihet në negociata të tilla. Opinionisti theksoi rolin e madh që SBA ka në Kosovë dhe gjithë ndihmën që ja ka dhënë shtetit tonë me vite të tëra. Me çfarë konteksti profesori Charles Kupshan e thotë këtë se Trump, sikur nuk i realizoi premtimet e tij për të ndërprerë luftën në mes të Rusisë dhe Ukrainës, po ashtu edhe ndërprerjen e luftës në mes të Izraelit në Lindjen e Mesme, dhe tani ky rikthim i negociatave ndaj Kosovës dhe Serbisë, sikur presidenti mund të arrijë ndonjë fitore, kjo duket ndoshta e paqëndrueshme sipas profesorit dhe nuk mund të zhvlerësohet një iniciativë e tillë e presidentit Trump, sepse do të ishte mos e nevojshme dhe shumë urgjente paqja në mes këtyre dy vendeve, për shumë shkaqe, kur bëhet fjalë edhe për rajonin. Kosova dhe populli i saj i beson SBA-s, populli amerikan dhe presidenti Trump, sepse aq sa është e rëndësishme paqja në mes të Kosovës dhe Serbisë, aq është e rëndësishme paqja edhe për kombet e tjera që janë sot me luftë, dhe si duket presidenti Trump e ka nisur të mbarë në zgjedhjen e problemeve pak më të vogla dhe të përfundojë me ato pak më të mëdha, për ta promovuar në tërësi një paqe globale. Me rikthimin e Trumpit për një dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë, me siguri dhe Bashkësia Evropiane duhet të angazhohet si ndërmjetësuese kryesore. Mirë, po çfarë do të bëjë Kosova dhe lidershipi i saj? A do të pajtohen nëse presidenti Trump do të mbështesë BE-n apo jo, me politikat e saj të ftohta dhe pa efektshme deri më tani, apo do të bëjë një zgjedhje të re sipas modelit Trump, pa e pyetur njërin dhe tjetrin, shpjegoi preshi. Ndër të tjera shtoi se rikthimi i vëmendjes së Trump në negociatat në Bruksel është një sinjal shumë pozitiv për Kosovën. Prandaj Kosova dhe populli i saj ka shumë besim në Amerikë dhe presidentin e saj që mos të ndodhë ndonjë kompromis i thimbshëm për këto vende që mund të pasojë ky popull, i cili akoma po i vuan plagët që e ka ende në trup të pashuruara nga fashizmi serbi asaj kohe dhe kërcënimet e përditshme të kësaj kohe. Në këtë mënyrë, Kosova duhet të gëzohet rikthimin e vëmendjes së presidentit Trump, i cili do të realizonte efekte të dukshme në marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë, ku ato do të zhvillohen dhe do të kalojnë përmes një ndërmjetësi të fuqishëm siç janë SBA-t. Po ashtu edhe me ndihmën dhe mbështetjen e BE-s, por thjesht e përllogaritur në favor të palëve, në veçanti të palës së dëmtuar, siç është Kosova, përmbylli Did Preshi në intervistën e tij për Bota Sot.